Përshëndetje graria, goca, quna, gra, burra. Kjo ishte darka jone të shtunës, po unë nuk kam pasu këta ethë edhe bera një pull me qull me lengë që i shuani ju nuk e di. Kam edhur 2 lugë miell gruri, i kam skuqur. I skuqa mirë edhe ja se po prisem të nisjam gazin. Unë është ere parë që e bej, nuk e di e kam bërë mirë apo jo, se nuk e kemi nga zona jonë. Thjesht e kisha pa në një video dhe doja ta benja. Ma të them të vërtet të ndoli super. I kam edhe 2 lugë miell misri. Edhe i skuqa të gjitha bashkë, pastaj po doli super. Mbase recetën nuk e bëra tamam njësoj, po neve na pëlqeu. Edhe ja akoma vazhdoj me të skuqur se duhet zverdhur mirë mielli si i misrit dhe i grurit. Po herës tjetër do t'i shtoj edhe një lugë tjetër miell misri që të vi pak më e të nxirrim pulën që kemi zier. Pula kishte zier për shef, është nga ato pullat e fshatit. Të pulën po nuk e zieva, nuk e ha dot. Edhe ja këtu shtojmë, hedhim atë lengun e mishit. Njolla 2 garuzhde, e përzjej derisa të trashet një qik. Dhe tani shtojmë gjithë lengun tjetër. E trazojmë akoma derisa të vi pula kishte qenë goxha e shëndosh. Kishte pak dhjam, themi edhe. Si ere parë që e bera, nuk më doli keq. O graria ju që keni berë, se keni kaluar, unë ju falenderoj shumë për gjitha komentet e bukura. Unë kur kam kohë kam kthyer që të gjithëve komentet, përgjigje. Ju kam shumë xhan, ju uroj një muaj të mbar. Faleminderit shumë për mbështetjen. Edhe të më falni për vonesën e komenteve që unë mund të kthej dhe ditën tjetër, po unë ju përgëzoj për këtë gjë. Ju adhuroj, falenderit. Edhe ja pula me lengë që neve bëm. Pastaj e ndava nëpër pjata. Dije, dolëm jashtë edhe detyrimisht këtë recetë unë nuk e kisha meth akoma. Edhe thash, kur të kem pushimin e drekës, do ta hetë sot. Ju uroj drekën e mirë, qofshi mirë, një muaj i mbar, e them sërish,
Edhe ju kam shumë gjanë, ju përshafoj. Dhe ja si na doli. O të kisha mi pja tani këtu. Ciao gocani, ju përshafoj.